dokumente. Janë dy dokumente që mishërojnë reflektimin tim përpara pasqyrës së bulevardit të Flamingove. Dhe janë të hapura për të lexuar, për të analizuar, ndryshuar, në mënyrë që ta përmbushin sa më mirë qëllimin e tyre. Ky i pari është një dokument strategjik për kthesën që duhet të garantojë mandati i katërt në procesin qeverisës. I dyti është një aneks për mënyrën se si Partia Socialiste duhet ta mbështesë kthesën e mandatit katërt. Po e nis me një episod që edhe mund ta keni dëgjuar. Qëlloi pikërisht në një nga ditët e qershorit, që një kryetar bashkie, shok i yni, njeri që i rrin kokë punës, edhe komunitetit, më erdhi shumë i acaruar me një grup qytetarësh, që i kishin dalë në protest për një problem në lagjen e tyre diku në një periferi të asaj bashkie. I kam gjetur në llumë, tha, nuk kishin rrugë, nuk kishin trotuare, për ndriçim s'bëhet fjalë, vetëm gropa, ferra, plera, i bëra me rrugë, tha, me trotuar, me drita, me pemë, u bëra kopësht, u vura dhe stola. Po janë mos